Kryq, emisioni Udhë Kryq, me gazetarin Shkëlqin Bylykbashi. Çdo të premte, ora 13, Udhë Kryq, live me mua Shkëlqin Bylykbashi. Emisioni Udhë Kryq. Na shkruani në Facebook për pyetje, sugjerime dhe komente. Mirëdita të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës dhe ju ndjekës në rrjetet sociale në Facebook. Si çdo të premte jemi bashkë në Radio Lushja në Udhë Kryq. E kemi bërë publike nga dje, por dhe sot në fokus të këtij emisioni kemi një temë shumë interesante që ka marrë shumë diskutime në një vendim sa normal për ata që e morën aq absurd, për ata që ndoqën dhe më pas janë duke diskutuar, një prej cilëve është dhe ky emision bashkë me mua. Është një vendim i Këshillit Bashkiak për të dhënë titullin qytetar nderi Gjergj Velos. Por si ka nisur historia dhe pse ky reagim kaq i fuqishëm që me të drejtë ndaj dhe ky emision ka në fokus pikërisht të veprim. Me një kërkesë të datës 27/11/2024, Bashkia e Lushnjës drejtohet institucionit të autoritetit të informimit për dosjet e sigurimit të shtetit, ku i kërkon këtij institucioni një informacion lidhur me figurën, kërkesë për informacion drejtuar autoritetit për verifikimin e figurës së zotit Gjergj Iloni Velo në kuadër të dhënies së titullit vendor të nderit qytetar nderi dhe kërkesa e depozituar. Sigurisht, referuar kërkesës dhe detyrimit ligjor, autoriteti i dosjeve ka kërkyer një përgjigje Bashkisë Lushnjë dhe këtu fillon kalvari i luajtjes me hapësirat ligjore dhe me procedurat që janë pafund, por që në rastin ton nuk kemi të bëjmë me ligjin, por kemi të bëjmë me moralin. Një person i cili ka qenë kryetar i komitetit ekzekutiv deri në vitin 90, automatikisht me apo pa dëshirën e tij ka qenë dhe kryetar i komisionit të interim të bimeve dhe paralel me këtë ai ka marrë me dhjetra e qindra vendime duke kërkuar shtyrjen, dëbimin, lëvizjen, revokimin apo zgjatjen e afateve të internimit të dëbimit të qytetarëve shtetas të njësisë që ai drejtonte. Pikërisht ky ka qenë shkaku i nisjes të këtij emisioni dhe neve ndaj e kemi bërë objekt të diskutimit, jemi përfshirë emocionalisht sepse mendojmë dhe se ne ka shumë të tjerë, ka një mbështetje jashtëzakonisht të madhe, ku qytetarët ndihen të indinjuar, por në mënyrë të veçantë ata që janë pjesë e shtresës të pëndjekur dhe persekutuar, në mënyrë të veçantë familje që janë prekur dhe internuar, siç ishte rasti i 7 familjeve që në 7 maj të vitit 1987 janë internuar nga Lushnja sepse dëgjoja do të helmonin depon e ujit. Nuk po hym sa historie sepse e kemi përmendur më parë, por sot ne do të merrem me procedurën, me detaje teknike, ku e gjeti hapësirën ligjore e Këshillit Bashkiak që e justifikoi këtë qëndrim dhe që mori vendimin për të bërë publik, për të dhënë titullin qytetar nderi pikërisht Gjergj Velos. Dokumentacioni i këmbyer mes institucioneve është i tillë që po ta lexojmë do të marrë shumë kohë, por gjithsesi esencën do ta përmendim. Por dokumentet e reja të dalë në dritën e diellit kanë detyruar autoritetin e dosjeve dhe konkretisht kryetarin e këtij autoriteti Gentiana Sula të dalin me një qendrim të rishikuar ku qartazi dhe në mënyrë të padiskutueshme, por jo shteruese për shkak të mungesës së hapësirave ligjore, ajo propozon ndryshimin e qëndrimit ose rishikimin e dhënies titullit të këtij personi. Sipas gjithë informacioneve të mbledhura, gjithë komunikimet që kemi patur në gjitha nivelet, na rezulton që është shfrytzuar një hapësirë ku ligji aktual, me cilin kryer veprimtarinë e tij autoriteti i dosjeve, nuk ka patur një qartësim sa i përket figurës së personave, sa i përket figurës, pra më qartësi thuhet në ligj që përjashtohen nga e drejta për të vlerësuar personat që ligji i qartëson dhe përfshin këtu kryetarin e komisionit të qendror të internim dëbimeve. Por përse ndodh një gjë e tillë? Sigurisht ne
informacion më të plot do të marrim me personat kompetent dhe unë pas një ndërprerje të shkurtër do të kemi në linjë një nga personat e komisionit të autoritetit të dosjeve, është një komision i përbërë prej 5 personash, të 5 të zgjedhur me vendim parlamenti, të cilët do të na japë përgjigje mbi situatën, çfarë ka ndodhur dhe si interpreton ai këtë qendrim të Këshillit Bashkiak. Pas kësaj, do të përpiqem të lidhemi në linjë telefonike me kryetarin e Këshillit Bashkiak zotin Eria Dhima dhe Bashkia e Lushnjë ka refuzuar të jetë pjesë e këtij opinioni publik për të dhënë për diskutim publik për të dhënë opinionin e saj se në çështje ka propozuar. Ka aludime të cilat nuk mund të provohen, por duken qartëse që Bashkia e Lushnjë në kërkesën që i ka bashkangjitur propozimit të Lançit për të dhënë titull qytetar nderi Gjergjivelos, kur ka bërë kërkesën pranë autoritetit të dosjeve, nuk ka specifikuar pozicionin që ky person ka patur gjatë periudhës që ka ushtruar detyrën për cilin kërkon të vlerësohet. Kjo ka sjellë përpasoj zhvillimet e mëpasme, por pas një publiciteti të shkurtër ose pas një këngë do të kthehemi me intervistën e parë në studio. Në linjë drejt për drejt me zotin Altin Hoxha, antar i komisionit të autoritetit të dosjeve. Përshëndetje zoti Hoxha. Përshëndetje për ju dhe gjithë dëgjuesit tuaj. Faleminderit për gatishmërinë tuaj për të dhënë përgjigje gjithë opinionit publik në mënyrë të veçantë kategorive të përfshira nga ngjarja më e fundit që ka ndodhur, besoj jeni ndjeni. Për rastin Velo. Po. Altin, si interpretoni ju këtë situatë e krijuar si autoriteti më i lartë në dhënien e informacionit për cilin Bashkia pretendon se e ka marrë të pastër dhe ka vijuar më tej me procedurën e saj? Atëherë në mënyrë fare koncize, unë po them dhe po pasqyroj që Bashkia e Lushnjës i është drejtuar autoritetit dhe ka përcjellë një shkresë të një organizate të veteranëve tek autoriteti i dosjeve. Autoriteti i dosjeve sipas të gjitha protokolleve dhe sipas të gjitha akteve normative që ka ngritur për këto çështje, ka kryer gjitha verifikimet për të zbatuar gjitha detyrimet ligjore dhe në përfundim, lidhur me ligjin 93/2022 që është titujt vendor dhe për emërimin e hapësirave publike, e cila detyron autoritetin të evidentojë vetëm nëse subjektet kanë qenë ose dhe mëtej në nenin 30 të ligjit ton bazik, ligjit 25/2015 për të verifikuar për pozicionet larta që mund të ketë përfatur në administratën antari i Komitetit Qendror, ministër, kryetar gjykatash, kryetar degës, kryetar dhe antar të Komisionit Qendror të dobimit internimeve, sekretari parë, edhe shumë funksione të tjera që në ligj janë të detyruara për të informuar nga autoriteti i dosjeve. Lidhur me rastin konkret, asnjë nga këto pika nuk ishte për rastin Velo. Dhe më pas iniciimeve të media është konstatuar se zoti Velo ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv, përretituesi dhe një kohësisht kryetar i Komisionit të dobimit internimeve në këtë rreth. Nga pikpamja ligjore, edhe autoriteti i dosjeve kanë zbatuar ligjin, ndërsa nga pikpamja morale mendoj që ligji ka nevojë të rishikohet, ligji ka nevojë të ndryshojë dhe këto pozicione, sidomos për rastet kur kemi të bëjmë me dhimbje të familjeve të cilat kanë vuajtur gjatë regjimit komunist, me familje të përndjekur të internuara, rastet të tilla nuk duhet kushtësi të ndikojnë për zbytje në jetët e tyre. Kështu që duhet të ketë ndryshime ligjore dhe duhet që ligjit ne do të propozojmë ndryshime ligjore që të kalojë edhe në nivelet lokale
jo vetëm antarët e Komisionit Qendror, po edhe të komisioneve lokale në përrese të ndryshme, do të propozojmë që e verifikimeve nga autoriteti dosjeve. A keni patër një rast më parë të ngjashëm me këtë zoti Hoxha? Dhe si e keni trajtuar? Po, sigurisht autoriteti dosjeve ka kërkesa nga të gjitha bashkitë. Në fakt, unë sjell në vëmendje jo të gjitha bashkitë e respektojnë një lloj këtë detyrim ligjor, shpeshherë vetë këshillat bashkiake apo drejtues të pushtetit lokal i kalojnë këto në komisionet e tyre përkatësa por në këshillat bashkiake pa marrë më parë një verifikim tek autoriteti dosjeve. Ka patur raste, shumë raste të tilla, ka patur raste që ne të ngjashëm pikërisht të çfarë ka me rastin konkret. Por ne kemi verifikuar, kemi gjetur të dhëna, kemi informuar dhe ndoshta informacioni jonë ka ndikuar në vendime të mëtejshme të këshillave bashkiake. Në bazë të shkresës që u keni dërguar ditën e djeshme, por dhe për një sqarim që keni bërë për opinionin publik, është një vendim që është marrë nga autoriteti duke riparë dhe njëherë situatën që u krijua pas daljes në dritë të dokumentave të reja. A mendoni se duhet të ketë ndryshim të qëndrimit nga Këshilli Bashkiak Lushnjë? Autoriteti u shpreh me një deklaratë publike në faqe zyrtare dhe direti ka dërguar një shkritje përfaqësuese të pushtetit lokal të Lushnjës me gjetjet dhe me qëndrimet e autoritetit. Besoj se në të ardhmen kjo çështje do të ketë një ridimensionim tjetër. Juve thatë që keni dërguar shkresë titullarëve të bashkisë. Në fakt, unë bërej me keqardhje një mungesë korrektësie në korrespondencën që mbahet mes institucioneve. Lançi ka bërë kërkesën pranë Këshillit Bashkiak për dhënien e titullit qytetar nderi, ndërsa kërkesa u vjen nëpërmjet bashkisë. Si e interpretoni këtë kalim kompetencash ose ndërhyrje në komunikimet mes institucioneve? Nuk marr përsipër të komentoj një situatë të tillë sepse nuk e di eksaktësisht se si funksionon ligji për pushtetin lokal lidhur me të drejtën dhe kompetencën për të bërë kërkesë pranë autoritetit të dosjeve. Por autoriteti i dosjeve për aq kohë sa ka shqyrtuar kërkesën, ka shqyrtuar dhe ligjshmërinë e kërkesës dhe besoj që ka qenë brenda kushteve ligjore përderisa është trajtuar nga autoriteti i dosjeve. Pra, ajo që do të thotë është që nuk mund ta ndajon faktin që është e drejtë e Këshillit Bashkiak, e kryetarit të bashkisë, e kryetarit të Këshillit Bashkiak, e prefektit, e antarëve të Këshillit Bashkiak për të bërë kërkesa të tilla pranë autoritetit. Në rasti konkret, kërkesa e për pranë autoritetit, përderisa ka marrë një përgjigje, ka qenë e ligjshme. Në gjykimin tuaj dhe referuar eksperiencave që keni në pozicionin e antarit të Komisionit të Autoritetit Dosjeve, e shikoni të zgjidhshme këtë situatë në aspektin pozitiv? Si e shihni të ardhmen e këtij rasti? Ndoshta mund të ndërpriten valët. E kalojmë vetëm në audio, mund ta ndërpresim video vetëm në audio për të dëgjuar më mirë. Po, nuk e di nëse dëgjohet. Po, dëgjohet shumë mirë tani. Më thuaj. Edhe një herë ju lutem pyetjen se interpretimi juaj ose gjykimi juaj referuar dokumenteve të dalë në dritë dhe gjithë zhvillimet që mori kjo ngjarje, a mendoni se duhet rishikuar ky vendim i Këshillit Bashkiak? Për mua më e rëndësishme se sa rishikimi i vendimeve të Këshillit Bashkiak, e cila unë nuk mund të bëj sugjerime, qëndrimi kolegjial i autoritetit ka qenë tepër i saktë dhe tepër i qartë dhe i bërë publik ditën e djeshme. Por ajo që unë mund të them
dhe ajo që ne diskutuam me shumë përgjegjësi dje gjatë ndërjes së autoritetit, është që shikojmë që ka mundësi që ne t'i propozojmë parlamentit për rishikim të ligjit ton bazik dhe për më shumë përfshirje të më shumë kategorive në informimin mbi dhënien e titujt të nderit. Kjo ishte çfarë doli nga diskutimi jon, që të shikohen dhe të ekzistenca e këtyre dokumentave të shikohet edhe në nivele lokale, jo vetëm në nivelet qendrore. Por momentalisht ligji ka këtë detyrim dhe ne kemi zbatuar këtë detyrim ligjor. Përfitoj nga rasti zoti Hoxha për të zgjeruar paksa pyetjen lidhur me një tjetër situatë. Kohët e fundit ka një vëmendje ndaj institucioneve që ju menaxhoni dhe një prej tyre është dhe ngritja e muzeve memorie të kujtesës kolektive ndaj regjimit komunist. A ju lejon ligji juve dhe institucionin tuaj që të stimuloni ose motivoni ngritjen e këtyre muzeve dhe të pajisni ata me ato dokumenta që keni në arshivën tuaj për t'i patur jo vetëm si muze memorie, por edhe si atraksione turistike dhe për të rritur numrin e vizitorëve për pasojë të ardhët për të sjellë ndryshim ekonomik në zonat ku ndodhen ato. Kam parasysh këtu Savrin, Gjazën, Ferrasin, zona që ju i njihni se i kemi shkelur së bashku. Unë ju falenderoj për pyetjen, është një pyetje e cila vërtet është në fokusin e autoritetit. Ka patur ndryshime ligjore lidhur me pikërisht me këtë kërkesë tuajën, ku autoriteti në çështjet e edukimit qytetar dhe informimit është i fokusuar edhe në ekspertizën që mund t'i japi për ngritjen e muzeve të kujtesës, veçanërisht në vendet e vuajtjes të dënimit. Dhe siç ju e thatë shumë mirë, Lushnja është një nga vendet më të spikatura ku kampet e internimit pothuajse në tjenin time në mos gaboj 11 të tillë fshatrat të ndryshme të Lushnjës kanë qenë më të përhapur se kudo tjetër. Kështu që autoriteti në këtë rast në ndihmë të pushtetit lokal dhe të Ministrisë të Kulturës, që e kanë jurisdiksion çështjet muzeale, mund t'i japi ekspertizën e vet për ndërtimin e tyre, për pasurimin e tyre, për pasurimin e dokumentave arkivore që gjenden në arkivat e autoritetit, qoftë edhe të dëshmive që autoriteti ka marrë nga persona që kanë qenë pjesë e kampeve të internimit, apo familjarëve të tyre, apo me çdo lloj dokumenti tjetër të siguruar me gjitha aftësirat ligjore që autoriteti mund të sigurojë dokumentacion, dhe këto fare mirë mund të bëjmë pjesë e muzeve dhe jo vetëm që të tregojnë të vërtetën, jo vetëm që të pasqyrojnë të vërtetën, sado e hydhur që ajo duhet pasqyruar me vërtetësi dhe me realizëm, dhe vetëm kështu ato nuk përsëriten më të gjitha ato mizori dhe makabritetet që ato gjatë sistemit komunist. Kur e vërteta nuk shprehet ose nuk kujtohet, edhe hidhur qoftë ajo, ka shumë gjasa, sidomos e keqja të përsëritet. Në këtë aspekt autoriteti i dosjeve çfarë projekti ka nëpërduar kohët e fundit dhe sapo ndikon ai në moslejimin e përsëritjes së të këqijave kolektive të aspektit që sapo përmendëm. Zoti Bylik Basi, edhe një herë unë ju falenderoj juve si një zë i fuqishëm kujtese që jeni për të pasqyruar këto të vërteta dhe nuk është era e parë që bashkë diskutojmë, por unë do të sugjeroja që të kalojmë në një nivel tjetër nga diskutimi në propozime konkrete. Duhet që të bëhemi interlokutor për të gjitha institucionet që kanë detyrimin ligjor për të ndërmarrë hapa të tilla, të japin kontributin e tyre në mënyrë që këto përpjekje të mos ngelen vetëm idera apo në letër. Këto përpjekje të bëhen konkrete, këto projekte të realizohen. Unë jam fare dakord me juve që një qendër muzeale e konceptuar për kampet e përqendrimit në Lush do të shërbente jo vetëm të së vërtetës, jo vetëm kujtesës, por mund të ishte
fare mirë dhe një atrakcion turistik. Kështu që autoriteti është i predispozuar në këtë iniciativë. Autoriteti përkrah çdo iniciativë të tillë nga pushteti vendor, nga Ministria e Linjës përkatëse që mblon çështjet muzeale dhe gjithë ekspertizën e vet me të gjitha mundësitë e veta i jep ndihmën që to të ndërtohen sa më shpejt, në mënyrë sa më cilësore dhe fare mirë të flasim për një të vërtetë që akoma kanë nevojë të pasqyrohet me dokumenta, me dëshmi dhe me vende të vuajtjes të dënimit. Të rikthehen në gjendjen që kanë qenë me qëllim që të pasqyrojnë më mirë atë realitet të lidhur të asaj periudhe. Pyetja e fundit për ju zoti Hoxha për të lënë të lirë në angazhimet tuaja ka të bëjë me përfshirjen e sistemit arsimor në programe të veçanta ku pjesë e tyre të jetë edhe historia e kësaj periudhe për cilin duke folur. A është autoriteti dosje i përfshirë në një program ose në një projekt ku i është kërkuar partneritet për të ofruar le të themi një platformë ose një seri materialesh arkivore që të vinë në ndihmë sistemit arsimor, institucioneve përkatëse që të përfshihen në libra dhe në literaturën për mosha të ndryshme në forma të ndryshme? Nuk e di nëse e kuptova qartë pyetjen tuaj. Edukimi brezave me historinë e kaluarës. Po, pak a shumë kuptova idenë e pyetjes. Ajo që unë mund të them është që një nga rolet parësore që ka marrë autoriteti, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, është edukimi qytetar. Dhe edukimi qytetar bëhet përmes disa platformave që janë ngritur në autoritetin e dosjeve, siç është Mësojmë nga e kaluara apo Klubi i librit. Neve vetëm para pak ditës ishim në Konisport për të promovuar një libër të shkrimtarit Ylli Polovina, i titulluar Ringjallja e Sejkove. Nuk besoj se ka shqiptar që nuk ka dëgjuar për tragjedinë e familjes Sejko, Teme Sejko, Stao Sejko, djalit të tyre Sokol Sejko, i cili u vra në kombinatin e tekstileve në Berat për jashtë me tentativë për Ivon Flakën kombinatit. Nëna e tyre e cila u vetë vra pas gjithë tyre dhimbjeve pasi i ekzekutuan burin, djali, punatin. Djali tjetër i mbetur gjallë i vetmi Raimondi kaloi burgun e tmerrshëm të Spasit për 8 vite. Dhe pikërisht për këtë në bashkëpunim me pushtetin lokal, në bashkëpunim me shkollën Bido Sejko, ne dhe nxënësit e shkollës, me mësuesat e historisë të edukimit qytetar, ne përpiqemi që nëpërmjet këtyre historive, nëpërmjet këtyre librave qoftë edhe artistik, ne të sjellim në vëmendje kujtesën, ne të sjellim kujtesë jo vetëm figura të persekutuara dhe ekzekutuara gjatë atij regjimi të egër, por të sjellim ngjarje dhe evente në mënyrë që këto qëllimi final është të bëhen pjesë të kurrikulave në shkolla, por është një iniciativë që kërkon përfshirjen e shumë institucioneve dhe padyshim që autoriteti do të vazhdojë përpjekjet derisa të arrijë që këto të bëhen pjesë e prekshme për shoqërinë dhe për brezat, për t'i njohur me qëllim që të mos përsëriten më histori të tilla vuajtjes, persekutimesh, burgimesh, internimesh që fatkeqësisht shoqëria jonë i ka kaluar në masën më të madhe të mundshme. Dhe më të egër. Zoti Hoxha, unë të falenderoj për prezencën dhe opinionin tuaj në lidhje me autoritetin e informimit të dosjeve dhe sigurimit. Faleminderit juve dhe gjithë publikut. Shpresoj që informacioni juaj të lexohet në formën e dur nga institucionet lokale, Bashkia dhe Këshilli Bashkiak, për të kuptuar që ligji dhe morali janë dy gjëra të ndryshme, por që gjithmonë nëse përdoren në formën e dur
i shërben shoqërisë dhe në mënyrë të veçantë stresave që janë ndjekur të prekur nga ky zhvillim i fundit. Punë të mbarë dhe sukses në angazhimet tuaja. Të nderuar dëgjues, sapo mbyllëm një intervistë me zotin Altin Hoxha, antar i Komisionit të Autoritetit Dosjeve, lidhur me situatën më të fundit. Ai dha një përshkrim jo shtërues, sepse hapësira e ligji i ka çfryzuar më së miri Bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Shpresojmë që mos të ketë arsyeja që është dhënë ky titull i qytetar nderi Gjergj Velos, një person që ka ushtruar funksionet e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të rrethit për 6 vjet, por në të njëjtën kohë ka qenë kryetari i Komisionit të Internim të Bimeve dhe sot kanë dalë në dritë me 10 dokumente ku kanë firmën e tij që ka ndëshkuar zgjatja fati të dëbimi internimeve dhe shumë forma të tjera të cilat janë publikuar në rrjetet sociale. Pas publicitetit rikthehemi sërish bashkë me një tjetër intervistë në Radio Lusha me moshë Klqim Bylykbashin. Rikthehemi sërish bashkë të nderuar dëgjues në pritje të intervistave të radhës, sepse i kanë agjendat të ngjeshura dhe më lejon të bëj publike një nga intervistat do të ishte edhe kryetari i Këshillit Bashkiak, zoti Eriet Dhima, i cili ka angazhimet e tij dhe për momentin jemi në pritje të lirimit, dhe gjithashtu zoti Samir Korreshi, deputet, i cili po ashtu është në angazhimet e tij politike. Gjatë kësaj kohe kemi një komunikim të një qytetari i cili na shkruan në Amerika dhe ngre një shqetësim shumë interesant. Unë për momentin s'po ja them emrin se ndoshta, por nëse ai na dëgjon dhe është në linjë, edhe mund të komunikojmë së re. Këtë ditë kam lexuar shumë qytetarë të indinjuar sepse një individ komunist ka marrë titullin qytetar nderi i qytetit të Lushnjës. Por qytetarët, ata që janë të tillë, në 35 vjet harruan dhe neglizhuan dhe që më shumë është e rëndësishme dekomunistizimi. Dekomunistizimi është një proces që arrihet me studim dhe aksion të ndërgjegjes më të lartë qytetare. Nuk do të thotë që lindër në Lushnjë dhe i qytetar. Mund të jesh nga Goreja, Zhelizhani apo Yzgjoke dhe je më shumë qytetar se ata që janë lindur në Lushnjë. Pira, Rapzi, Krutje e Rape dhe jo prap më shumë qytetar se kush ka lindur në qytet. Ndaj sot, dhe më shumë se kur, ka ardhur momenti për ndërgjegje qytetare për të nisur aksionin e dekomunistizimit. Ose ndryshe, këta do mbinë si preshi. Të gjithë kemi dhe kemi pas komunista në fis, familje, po sot duhet të ndalojmë revanshin e tyre të mbështetur nga drejtues lokal që janë veç shërbëtor të qeverisë autokrate. Faleminderit shumë, zotëri që jeni në një linjë mendimi me mua dhe unë të përshëndes, dhe nëse je duke na dëgjuar apo ke mundësi komunikimi, je i ftuar të hysh në linjë për të dhënë mendime dhe për ta kthyer në një bashkëbisedim shumë interesant, këtë që jeni duke mëshuar kaq shumë dhe kaq fort këto ditë. Pra, të nderuar dëgjues, nuk është, ne nuk e kemi me emrin Gjergj Velo. Gjergj ishte këshilltar, kryetari i rastit. Por për fatin do të keq ne kemi dhe kryetar të mëparshëm. Është dhënë një tyll një person emrin e cilit s'po e përmendim për shkak sepse nuk zoni shëndet të mirë. Për momentin nuk kemi pse shqetësojmë. Ka sugjeruar në komunikimet publike, kush ka qenë i vëmendshëm dhe mund ta ketë lexuar, që rasti i Gjergj Velos nuk është rasti i parë. Kemi një rast të ngjashëm që është bërë më herët. Kjo na detyroi të kërkojmë në listën e arkivave dhe faleminderit bashkëpunëtorëve tanë që në Korale na mundësuan që po kemi një rast të ngjashëm. Është dhënë një titull qytetar nderi në 28/4/2005, Këshilli Bashkiak i mbledhur pasi analizoi relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Kulturës mbi dhënien e titullit qytetar nderi i Lushnjës zotit Hasan Gina dhe zotit Uan Hila në bazë të ligjit numër 8652/31/7/2000, sigurisht ky ligj ka ndryshuar, për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendose në eni 32 pika i jep titull nderi dhe stimull Këshilli Bashkiak, zotit Hasan Gina dhe zotit Uan Hila. Po nëse zoti Hasan Gina ka qenë një personalitet, të paktën atë që kam dëgjuar, sepse unë vetë kam bërë një dokumentar goxha të vështirë për të marrë informacione mbi këtë figurë të ndritur të qytetit tonë, shkolla e mesme profesionale mban emrin këtij personi, Hasan Gina, rolin dhe kontributin e tij në një periudhë shumë të vështirë dhe delikate, kur i është dashur dhe të sakrifikohet dhe të ndëshkohet për një pjesë e njerëzve. Në intervistat që ka marrë në atë kohë tregoni butësinë e tij për një konflikt të ndezur mes rrymave të ndryshme fetare në Lushnjë në periudhën që ai ka ushtruar funksionin e tij. Por po kështu, Uan Hila ka qenë kryetar i komitetit ashtu në vitet 70, ashtu sikurse edhe Gjergj Velo. Pra, dhe në këtë kohë
Bashkia e Lushnjës drejtohej nga e djatha dhe kryetari i Këshillit Bashkiak ka qenë Vladimir Bano. Ndjes pas sepse sot nuk jeton më. Pra precedenti ka hyrë më herët. Ne nuk e kemi pra me rastin Velo, e kemi me rastin se si mundet këta njerëz që me pa dëshirën e tyre kanë ushtruar funksione për të cilat kanë shkelur të drejtat e njerëzit, kanë denigruar, fyer, poshtëruar, internuar, dëbuar familje të tëra. Nuk po hym pasaj në sjelljen personale të secilit të ha diskutime dhe nëse hym në këtë lojë atëherë japim të drejtë dhe ushqima të kategori njerëzis, pasi secili në këtë shoqëri nuk i ka miq të gjithë. Jo të gjithë i kanë simpatizant, të gjithë gëzojnë dhe i japin të njëjtin pozicionin ndinjat, respekt apo një mori vlerësimesh për tjetrin. Nuk duhet të lejojmë. Faleminderit zoti Reza që sjell një argument shumë të rëndësishëm. Dekomunicizimi është thelbi i të gjithë këtij procesi. Pra, kjo qeveri dhe shumë të tjera para saj që kanë kaluar në nivel lokal dhe qendror nuk kanë përcaktuar qartë me definicion të prerë të gjithë personat që kanë qenë pjesë e nomenklaturës në nivelet nga ky pozicion në dhe lartë nuk mundet të përfshihen administratë shtetërore, por ama askundi nuk thuhet që nuk mund të vlerësohen me titull nderi nga pushteti vendor. Dhe ky pushtet vendor, ja po ndërpresim këtu kam në linjë zotin Eriet Dhima, e kemi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Dhima, faleminderit që jeni live në Radio Lushnja për të dhënë opinionin tuaj lidhur me një diskutim që është hapur kohët e fundit. Të gjoj mirë? Po. Në studio të gjoj mirë? Po, Eriet, faleminderit edhe një herë dhe në pjesën e parë të emisionit kisha në linjë direkte një antar të Komisionit të Autoritetit Dosjeve, zotin Altin Hoxha, ku bëri një shpjegim situatas në sa i përket Autoritetit Dosjeve. Të lutem, dua një përshkrim tuaj shkurtimisht si ka ndodhur gjithë këtë situatë dhe cili është roli i Këshillit Bashkiak në këtë proces. Ne kemi sqaruar dhe në një postim që bëm, ka ardhur propozimi nga dy organizata, Elançit dhe dëshmorëve të Veut, për zotin Velo, para se të kaloj në shqyrtim në Komisionin e Këshillit Bashkiak, që është për vlerësimin e figurave dhe dhënien e titujve të nderit. Ne jemi të detyruar ligjërisht që t'i drejtohemi autoritetit dosjeve dhe t'i kërkojmë të dhënat për personin e propozuar. Në datë 27 nëntor, besoj, 2024, ka ardhur përgjigja që zoti Gjergji Velo është, domethënë është okay, nuk ka pas pengesa nga autoriteti për informimin që ka kthyer përgjigjet. Që pjesë e këtij autoriteti është edhe zoti Hoxha, që përmendët ju janë pjesë e komisionit që ka firmosur. Po, ishte kryetarja Gentiana Sula edhe 4 antarë tjerë. Pasi erdhi përgjigja që nuk ka pengesa, kemi vazhduar procedurën. E kaluam në komision të komisioni i Këshillit Bashkiak, pastaj e futëm në rendin e ditës. Në komision ka kaluar minimalisht 4-5 muaj përpara, besoj nga mbledhja e muajit prill ose maj, besoj ka qenë. Dhe pas 4-5 muajsh i erdhi radha për të futur në rendin e ditës në Këshill Bashkiak për votim. Domethënë gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka pas asnjë lloj reagimi, asnjë lloj ankese, as nga opozita, as nga ndonjë përfaqësie të përndjekur dhe politik. As pas vendimit në Këshill Bashkiak, vendimi u mor me 21 vota pro dhe 2 vota kundër, as pas kësaj nuk pati asnjë reagim. Ju keni qenë vetë prezent në sallë atë ditë, besoj e mbani mend. Po e mbaj mend shumë mirë. Pas ceremonisë filluan reagimet. Por që të paktën aq sa kam kuptuar unë nga shkresa e autoritetit dosjeve, aty janë përcaktuara se kush postet regjimit kaluar kanë penalizohen sot nga dhënia e titujve të nderit. Dhe me ça dëgjova që lexova në fakt, dje dhe një deklarim të kryetares Gentiana Sulës, kryetares autoritetit dosjeve, ku
kuptova që ka një vakum ligjor, besoj dhe kjo kategori ku ka qenë Gjergji Velo nuk përfshihet te kategoritë e penalizuara ligjërisht. Kështu kuptova unë. Po jeni sakt zoti Dhima dhe pikërisht mbi këtë do përpiqemi të ndërtojmë bisedën tonë, po më bën përshtypje që edhe opozita, ndoshta për shkak të moshave që kanë, por edhe të mungesës së interesit që ka filluar të ketë Këshilli Bashkiak në disa kategori dhe mënyra të kthyer të rutinë të mbledhjeve të saj duket e ka lënë jashtë vëmendjes dhe është vërtet unë pata një reagim atë ditë timi personal me një këshilltar ku më bëri përshtypje që dhe në titull të qytetarënderit kishte motivin për urbanizimin e qytetit. Dhe kjo ha diskutim shumë. Motivi ai ka qenë. Urdhro? Motivi ai ka qenë. Mbi urbanizimin e qytetit. Dhe çuditërisht ajo çfarë është luajtur do doja të mos ishte këtu, po mendoj sepse edhe me një pjesë të bisedave që bëhen prapa kur themi ne kuinta ose prapa jashtë medias, jashtë kamerave, ka patur dhe një kleçk të vogël që unë do doja mos t'ishte kopillik, po t'ishte as shetanlik, po t'ishte një rastësi sepse në kërkesën që është bërë autoriteti dosjeve nuk është përcaktuar pozicioni që ka patur personi për cilin kërkohesh informacioni. Dhe nga miqtë e mi që kanë historia të ngjashme të mëparshme, ky pozicion do të detyronte ose do të avinte para një përgjegjësie autoritetin e dosjeve për të lumtuar pak më thellë, jo për të ndaluar, sepse nuk e ka këtë tagër, por do të cilte në vëmend disa dokumenta, të cilat ju do të vini para përgjegjësitë, në mos ndoshta do ta vështirësonin dhe në titullet nuk mund ta them, por do ta kalonin në një sit më të imët këtë proces. Çimi më fal, të thej që nuk ka tagrin për ta ndaluar. Ata nuk kanë tagrin për ta ndaluar, por në moment që ne na vjen përgjigje negative, procedura ndalon aty. Jo, nëse do të vinë dokumenta që shoqëronin edhe një përgjigje të ishte që personi në fjalë ka domethënë ka qenë pjesë e disa strukturave apo poste, ka mbajtur poste publike që janë ka cënuar lirinë e drejtë e njeriut? Po, që aty mbaron procedura. Domethënë te procedura e vlerësimit figurave në Këshill Bashkiak. Në moment që vjen përgjigje negative nga autoriteti dosjeve, procedura nuk vazhdon më. Pikërisht këtu zoti Dhima, këtu është sekreti. Autoriteti dosjeve nuk e ka tagrin për të thënë e meriton ose se meriton. Por nëse ai do të kishte shoqëruar kërkesën e bashkisë me disa dokumente që kanë dalë sot në dritë, sigurisht kjo do të ishte një indicio që ju do të besoj dhe do nuk mund të vënë dyshim tani sepse këto dokumente nuk kemi ku i gjejmë ne, nuk janë as në arkiv të bashkisë apo domethënë ne prandaj i drejtohemi pikërisht për këtë mungesë dokumentacioni. Po, dhe ata supozohet se kanë dokumentacionin e nevojshëm që të na kthejnë përgjigje. Por gjithsesi unë po them edhe një herë, me aq sa kuptova unë, ata çdo lloj dokumentacioni të kenë, nuk e di kanë pas këto që dolën në media apo jo. Por me aq sa kuptova unë, posti që ka pas zoti Velo nuk është tek lista e personave që u ndalohen. Po pra. Po te lista morale është. Në gjitha daljet publike të gjithë këtë lëndë kuptojnë. Dhe Gentiana Sula në deklarimin e saj publik thot po, ligji nuk e ndalon, por morali. Tani zonja Sula ndërkohë që sjell shkresën që ky nuk penalizohet, ndërkohë në deklarat publike thot që duhet ishte penalizuar. Nuk i është thënë në shkresë pozicionin që ka mbajtur personi për cilin kërkohesh informacion. Po pozicionet ata që kanë gjithë këto informacione që ne nuk kemi, është e pamundur mos të dinë as pozicionin që ka mbajt zoti Velo. Nuk janë thelluar, sigurisht që e kanë dosje dhe shumë më tepër se kaq. Bile nëse vëre me kujdes një dokumentin e kam mbritur dje nga burimet tona. Për mendimin tim, vlerësimi moral për mendimin tim u bë nga vlerësimi në komision edhe në sallën e Këshillit. Sepse thuhet që e votuan vetëm këshilltarët e majt. 15 këshilltarë të majt ka pas atë ditë në sallë. Ai ka marrë 21 vota. Unë nuk kam dërguar një shkresë sot për të bërë publike këtë pjesë dokumentacionit,
po ndoshta edhe për efekt të kohës dhe për të angazhimeve tuaja nuk morën një përgjigje pikërisht për këtë proces verbal. Numri këshilltarëve prezent dhe sa prej tyre kanë votuar dhe fakti që është votuar edhe nga të djathtët, kjo hap një temë shumë të gjerë diskutimi. Në dritën e dokumenteve të reja që kanë dalë dhe të reagimit që ka patur në opinionin publik, zoti Dhima, a e shikoni të udhës rishikimin e këtij vendimi? Është gjë që nuk është në dorën time rishikimi i vendimit. Kupton? Si mund të ndryshohet një vendim? Cila është praktika që duhet ndjekin individ apo institucione për një diçka që ju e ndjeni që nuk është e duhura, por ajo kaloi tashmë dhe për ta kthyer duhet të ketë një rrugë ligjore. Cila është ajo? Duhet parë ligjërisht. Domethënë është interpretim ligjor që unë nuk mund të ta them. Duhet të flasin juristët. Po pra. Zoti Dhima, për ta mbyllur me ju dhe për mos u penguar në angazhimin tuaj. M'fal, çimi. Por që duke parë votimin, qoftë në komision, qoftë në këshill, votimi e shpreh një vullnet dhe ai lloj votimi. Jo, po e lexuar nga unë shpreh një papërgjegjësi dhe një mungesë serioziteti. Dakor, vullnet është dhe ajo. Dhe zoti Velo nuk është as figura e parë që ka mbajtur postën komunizëm, domethënë konkretisht. Pak para se të hyrit në linjë juve sa po e thash rastin e mëparshëm. Rastin e zotit Hila e përmenda dhe e lexova vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 27 prill 2005. E përmenda atë dhe ndaj dhe 2005. Po. Ndaj edhe shqetësimi im i kalon për masat e zotit Velo, por shkon dhe më tej sepse kjo është një procedurë që është e përsëritur. Dhe unë do doja që mos të ishte ajo që tham pak më parë. Se do ketë në një qendrim publik për mendimin tim, domethënë janë ca norma dhe standarde që duhen zbatuar mbi të gjithë. Jo, njeri është më i mirë, tjetri ka qenë më i keq. Një ish sekretar partie sot nuk cënohet, një ish kryetar komiteti ekzekutiv cënohet. Po një ish kryetar ka qenë më i mirë, një ka qenë më i keq. Këti t'ja heqim titullin atë. Ka lidhje me i mirë apo i keq, ka lidhje me pozicionin që ai ka mbajtur dhe me funksionin që ka kryer. Ka ndodhur në Shqipëri. Sigurisht. Këtë po them. Tek neve është më ndjeshme zoti Dhima sepse Lushnja ka patur 11 qendra internimi. Dhe në informacionet e mia nuk marr përsipër të bëj gjyqtarin as avokatin. Kam një shprehje të trashëguar nga njerëz të mi që kanë vuajtur këtë kohë. Personat më problematik për kategorinë të përndjekëve nuk kanë qenë ata që zbatonin ligjin dhe detyrën, por ata që shkonin përtej ligjit dhe detyrës. Dhe zotëria në fjalë më rezulton që ka tejkaluar kompetencat e tij ligjore gjatë kohës që ka ushtruar këtë funksion. Por nuk jam unë gjyqtari as ai që bëj vendim, por kjo do të caktuar me ligj. Personat që kanë patur funksione të caktuara me një listë si ajo që u përmendet, duhet përjashtohen nga kjo kategori dhe kjo është më e bën më të lehtë për gjithë institucionet të varet me vendimeve dhe nuk ka nevojë për dokumenta të dala më pas apo më parë dhe të vijemi në këtë siklet shumë në dorë. Është më shumë në dorë të ligjvendësve që atë listën aty ta zgjerojnë nëse duhet zgjeruar, listën që penalizohet nga dhënia. Po patjetër. Ky është objektivi i parë. Por është në dorë të tyre. Sigurisht. Domethënë për sa kohë ligji nuk e ndalon, ai e lejon. Nuk themi dot që ai e lejon, është histori e përsëritur. Zoti Dhima, një pyetje të fundit që kam për ju duke përfituar edhe nga kjo situatë e krijuar. Jemi në fazën ku Këshilli Bashkiak ka dalë një fushat dëgjesesh publike për marrjen e mendimeve nga qytetarë të ndryshëm në gjithë rrethin, në gjithë bashkinë Lushnjë. Po. Në ato dëgjese që keni qenë dhe me çka kam parë nga postimet ju keni qenë disa prej tyre. A keni dëgjuar, a keni hasur kërkesa ku qytetarët e ndryshëm kërkojnë që të ketë një vëmendje të shtuar ndaj rasteve të dekomunistizimit, të përdorimit të veprave që gjatë komunizmit janë përdorur si
modele internimi ose qendra burgose të kthehen në muze të kujtesës që nga vende të ekzekutimit dhe të shkeljes së drejtave të njeriut sot mund na kthehen në atraksione turistike dhe burim të ardhurash për qytetarët e Lushnjës? Jo, deri tani të paktën jo të gjitha të këtij viti, po të këtyre 3 viteve që unë kam qenë prezent, nuk është se ka pas ndonjë kërkesë. Nëse do të kishit, jeni të hapur për t'i suportuar dhe mbështetur? Absolutisht po. Atëherë do të Këshilli Bashkiak ka marrë vendime edhe, domethënë ky Këshill Bashkiak, po flas për këtë mandat, edhe për vendosje bustesh personave që kanë qenë internuar. Kujtoj rastin e Gjazës, për shembull, që ka qenë vjet. të Koliqit, po. Po. Atëherë jemi në kohë për t'ju bashkëruar dëgjesave publike dhe për të ofruar propozimet tona për Patjetër. ato që të përmendëm pak më parë. Zoti Dhima, unë të falenderoj, punë të mbarë dhe shpresoj që ky vit do të jetë i viti transparencës së Këshillit Bashkiak, sepse ka patur dhe vendime të mëparshme të Këshillit Bashkiak që nuk kanë gjetur dritën e suportit sa lidhur me transparencën, dhe shpresoj që salla e Këshillit Bashkiak në mos qoftë më e mirë në vitin e ardhshëm, po të jetë më transparente dhe më mbuluar mediatikisht. Faleminderit. Gjithë të mira dhe punë të mbarë. Të nderuar dëgjues, ishim në linjë telefonike me zotin Eriet Dhima, kryetari i Këshillit Bashkiak, i cili solli opsionin e tij dhe gjithçka ai mendon lidhur me situatën e marrjes së titullit qytetar nderi nga Gjergj Velo. Duket si një situatë krejt normale ku njerëzit kanë ato kërkesat e tyre të përditshme, dikush propozon, të tjerët kërkojnë një informacion për ta patur aty në zarfet e tyre, siç po ndodh në rastin e Gjergj Velos, dhe për ta publikuar si një argument që ne kemi bërë tonë, ne i morëm një informacion në autoritetit dosjeve, por djalli fshihet në detaje. Unë shpresoj dhe uroj që ai djallë mos të jetë fshehur tek kërkesa që është bërë autoriteti i dosjeve, ku nuk është përcaktuar në emërtim roli dhe pozicioni që ka patur Gjergj Velo gjatë periudhës që ka ushtruar detyrën e tij, për cilën një pjesë e shohim pozitivisht sepse ka urbanizuar qytetin, një pjesë përfshi dhe mua e shohim negativisht sepse ai ka prishur shumë objekte të rëndësishme të kohës, si biblioteka, mbi cilën ne sot kemi Radio Lushnjë, një bibliotekë ku më parë ka qenë nën prefektura, një nga objektet më të bukura të qytetit, që fare mirë ai do të ishte një atraksion i shkëlqyer turistik sot. Por koha do të tregoj, na u hap një rrugë e re, dhe të shpresojmë që do të kompensojë